Deri në përfundim të ditës së sotme e shtunë 20 dhjetor, subjektet politike të certifikuara, organizatat jo qeveritare, organizatat qeveritare dhe ndërqeveritare, organizatat ndërkombëtare të specializuara të cilat merren me zgjedhje dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, mediat si dhe përfaqësuesit e vendeve të huaja mund të dorëzojnë online kërkesën e tyre për akreditimin e vëzhguesve. Vëzhgimi i zgjedhjeve është një element thelbësor për garantimin e transparencës, integritetit dhe besueshmërisë së procesit zgjedhor. Për KQZ-n, prania e vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar përbën një mekanizëm të rëndësishëm mbikëqyrës që kontribuon drejt për drejt në forcimin e besimit të qytetarëve në procesin zgjedhor. KQZ e konsideron vëzhgimin si një proces të domosdoshëm, i cili mundëson përcjelljen e të gjitha fazave të zgjedhjeve, nga përgatitjet, dita e zgjedhjeve e deri te numërimi dhe shpallja e rezultateve.